Komiteti Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zhvilluar një aksion në zonën e Krujës, ku ka prishur disa struktura informale të përdorura për shuarjen e gëlqeres. Sipas verifikimeve të kryera nga autoritetet në terren, objektet dyshohen dhe ndodheshin në zonën e pyllit të Picrangës dhe Shërbenin për një aktivitet që sipas IKMT-s kishin pasoja të drejtpërdrejta në mjedis gjatë procesit të prodhimit të gëlqeres. Në këto struktura digjeshin materiale të ndryshme si goma të përdorura, plastik dhe mbetje vajrash, duke shkaktuar çlirimin e tymrave dhe substancave të dëmshme. Autoritetet bëjnë të ditur se ndotja e krijuar ndikonte jo vetëm në cilësinë e ajrit, por edhe në tokën dhe burimet ujore për rreth asaj zone. Sipas IKMT-s, aktiviteti paraqiste gjithashtu rrezik për shëndetin e banorëve aty pranë, për shkak të ekspozimit ndaj ndotësve të çliruar gjatë djegjes së këtyre mbetjeve.